Edhe diçka ju lutem për ta mbyllur reagimin, produktin e lobimit në SBA dhe ardhjen e Lacivitës. Deri me atë që pam deri tani, jeni i kënaqur? Është ajo që prisnit apo do ta shohim nga nesër në vazhdim? Pra, cila do jetë sjellja e SBA-s? Lobimi që Partia Demokratike ka bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbas zgjedhjes së Donald Trump, por edhe para zgjedhjes së Donald Trump, kemi parasysh se grupet e Partisë Demokratike, deputet të saj kanë qenë aktiv në fushatën elektorale të zotit Trump dhe kanë punuar me komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që zoti Trump të fitojë vota sa më shumë nga ky komunitet. Do të thotë që janë gur themeli këto veprimtari për të ndryshuar raportet e opozitës dhe sidomos të liderit të saj, Sali Berishës, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lufta e mazhorancës së sotme e rilindjes dhe e kundërshtarëve të Berishës kundër tij deri më sot ka qenë zhvilluar në të gjitha format, sidomos nga shpallja e tij non grata për 3 vite me radhë, gati 4 vite, ka qenë zhvilluar në aspektin se Sali Berishën nuk e duan Amerikanët, nuk e do Amerika. Prandaj ai nuk duhet të mbështetet. Kjo alibi, kjo narrativ tashmë ka rënë me Lacivita. Dhe duke rënë kjo narrativ, do të thotë që nuk ka më shqiptar që të bendojë dhe të besojë se Berisha nuk duhet votuar se nuk ka mbështetjen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përkundazi, narrativa ka kaluar në anën e Ramës. Është ai që nuk ka mundur të krijojë një lidhje më me administratën e re të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përkundazi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Departamentin e Shtetit, madje edhe në Senat dhe në Kongres, por në bashkëpunim edhe me Shtëpinë e Bardhë, po është ngritur një grup pune i cili po shqyrton situatën në Shqipëri. Dhe mos harrojmë, kemi 3 grupe pune në këto nivele në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një për situatën e marrëdhënieve me Rusinë, një për situatën e marrëdhënieve me Kinën, dhe i treti është për situatën në Shqipëri, që do të thotë Departamenti i Shtetit do të ketë një pozicionim të ri të marrëdhënieve të tij me Shqipërinë, dhe ky pozicionim i ri do të jetë në raport me Edi Ramën, kuptohet si një person i papranueshëm dhe non grata për bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shkak të dëmeve vendim pra pas procesit për non grata? Sigurisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ngutën të bëjnë të marrin vendime dhe të shkojnë në konkluzione për shkak të proceseve që ndodhin në Shqipëri. Ato proceset i realizojnë për interesat e tyre dhe për të dëshmuar për veten e tyre. Por problemi është që në çdo kohë që do të riformulohet një qëndrim ndaj politikave të Ramës dhe marrëdhënieve të tij me Departamentin e Shtetit në kohë të mëparshme, në marrëdhëniet e mira të tij, me Sorosin dhe me segmente të tjera globaliste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai do të marrë një ndëshkim të jashtëzakonshëm. Ndëshkimi do të jetë për faktin se Sorosi ka përdorur si laborator eksperimentesh për tezat dhe ideologjinë e tij globaliste pikërisht Shqipëri. Dhe ai eksperiment që është bërë në Shqipëri është tentuar pastaj të shtrihet në vendet të globit dhe sidomos në kontinentin evropian. Pikërisht për këtë arsye, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të detyruara që të ekzaminojnë marrëdhëniet e Edi Ramës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të thotë që Edi Rama tashmë do të zëjë vendin e non gratës të Sali Berishës në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Derisa ish sekretari i Shtetit Amerikan Antonio Blinken është shpallur, si thuaç, non grata në kuptimin e prezencës dhe të qenit të tij me suport në administratën e sotme të Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe në Dash, do të thotë që do flet shumë për një pozicion të ri të administratës së re kundër asaj administrate çka ishte më parë dhe me të cilën Edi Rama kishte një marrëdhënie jo vetëm vllazërore, shpirtërore, por edhe marrëdhënie ideologjike shumë të ngushta. Mos harrojmë se
Fakti që Edi Rama u pengua të takonte Trump në inaugurimin e Notre Dame në Paris, fakti që Edi Rama u pengua të takonte djalin e Donald Trump pavarësisht makinacioneve për ta mbuluar të informacion, fakti që Aleksandar Vučić u ndalua të hyjë në aktivitetin e Partisë Republikane në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pastaj u bë i smur me qëllim që të mbuloj me një alibi smundje dështimin e tij për të hyrë në atë aktivitet dhe në mënyrë inkognito të bënte një fotografi me Donald Trump. Këto fakte dëshmojnë se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të vëmendshme, janë serioze dhe nuk janë më shteti i Barack Obamas, por janë shteti i një njeriu shumë serios i cili vlerëson edhe simbolikat në mënyrë shumë serioze dhe përpasoj besoj që gjithë peshorja tashmë anon në favor të Sali Berishës në marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edi Rama në këto marrëdhënie është jo vetëm i dështuar, por edhe i mbaruar. Zoti Bëtyqi, të falenderoj shumë për bisedën dhe analizën tuaj. Faleminderit shumë.